Këtu është horoskopi i diel 28 dhjetor 2025 për ju. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Kjo ditë nis mirë, edhe nëse ka ende shumë angazhime apo shumë shqetësime. Në dashuri, mos i dramatizoni disa ngjarje që kanë ndodhur vetëm nga xhelozia e pastër e partnerit tuaj. Demi. Ke nevojë për pak kohë shtesë për t'u përqafuar, por dikush duket fizikisht i largët ose indiferent ndaj teje. Një ditë e mbushur me gjëra për të bërë është e mundur. Binjaket. Dita është mjaft e acaruar, nervoze, por rezultatet do jenë të favorshme. Në dashuri, mos kini frikë nga përgjegjësitë e një zgjedhje, ju mund ta bëni atë me një dëshirë shtesë. Gaforia. Një orientim i ri në sektorin praktik dhe një rilindje në dashuri. Është koha e duhur për të marrë pak kohë edhe për ju. Ju keni qenë duke u kujdesur për të tjerët për shumë kohë. Trajtojeni veten në një kohë të lirë sa më shpejt të jetë e mundur. Luani. Ditë e vlefshme por e vëmendshme ndaj shpenzimeve të papritura. Dëshira për dashuri dyfishohet. Virgjeresha. Paratë që vinë, shkojnë shpejt. Në dashuri, mos jini gjithmonë i njëjti ngrënës marramendës. Peshorja. Një maj fermenti që sjell edhe pak lodhje, ju keni ndjenjën të mos jeni në gjendje të bëni gjithçka. Duhet shmangur me kohë disa tensione në familje. Takimi me një dashi. Akrepi. E nis këtë ditë në formë mjaft të mirë. Ju mund të dëshironi të rivlerësoni një dashuri të vjetër. Shigjetari. Përgjigjet e mira mund të mbërrijnë brenda pak ditësh. Nëse ka pasur një ndarje, një rrugdalje e re do të jetë e mundur, por dikush do të mendojë se është më mirë vetëm. Bricjapi. Dita pozitive, shëlbimi dhe dëshira për të dalë në pa. Marrëdhënie harmonike, sharm dhe arritje. Ujori. Mundohuni të bëni atë që mundeni për t'u afruar me personin që ju pëlqen. Dikush ka ndjenjën të mos mbështetet sa duhet, është sikur të kërkoni referenca të reja, mundësi të reja për t'u përfshirë. Peshqit. Edhe nëse do të kishte një ndryshim të padëshiruar në fund ju fitoni. Zgjidhjet në shtëpi mund të merrni një marrëveshje të mirë ose të paktën të rregulloni llogaritë tuaja pasi keni shpenzuar shumë para. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.